Në ndryshim nga volejbolli për femra dhe meshkuj që ka nisur kampionatin më herët edhe këtë fundjavë luajnë ndeshjet e javës së tretë, basketbolli akoma nuk ka nisur sezonin e ri sportiv 2025-2026. Ndërkohë që tek vllaznia basket për meshkuj ka lëvizje pozitive në Mercato, ku të shtunën është në pritje të luajë ndeshjen e Superkupës së Shqipërisë përballë Beslidhjes kampione, tek femrat trajnera e kësaj skuadre Medina Mustafa vazhdon punën vetëm me elementin vendas, duke qenë i vetmi ekip bio në Shqipëri që luan me vajzat e reja. Njëra prej tyre është edhe Melida Hyka, basketbollistja talentuar shkodrane që pritet të jetë bazë kryesore e skuadrës për këtë sezon. Vajzat jena mirë, jena të bas tërvitje për ditë, jena të përgatit për sezonin e ri. Ndoshta, po për momentin jena vetëm ne shkodranet. Është disha shumë e bukur kur jena edhe dy motra bashkë edhe stërvitja duket edhe ma e bukur. Ata kanë kontribu që në fillimet e mia, edhe tek motra, është edhe vllai është të njeh hapat tonë, po është me vllaznin, U18. Fal vlerave të shfaqura në fushën e lojës, Melida Hyka ishte pjesë e ekipit kombëtar U20 për ndeshjet europiane, angazhim që i ka shërbyer për rritjen e cilësisë sportive në shërbim të vllaznisë. Po, unë isha me kombëtaren U20, kjo ishte viti i fundit që isha. Në fakt më ka ndihmuar shumë sepse kam fituar edhe eksperiencë, është diçka e re për mua. Dhe kjo gjë ka ndihmuar edhe këto tek vllaznia, tek të rritonat. Për të theksuar është se në përbërjen e vllaznisë së basket femra janë dy motrat, Melida dhe Medina Hyka, ndërkohë që i vllai i tyre është pjesë e basketbollit të meshkujve. Për momentin për vllaznin do përqendrohem tek vllaznia.